Spektakli Big Brother VIP Albania vazhdon të dhurojë emocione të forta dhe kthesa të papritura, sidomos në prag të finales së madhe. Në këtë fazë vendimtare të garës, çdo moment merr një peshë të veçantë dhe çdo vendim i publikut mund të ndryshojë rrjedhën e lojës. Shpallja e Mirit si finalisti i tretë përbën një nga momentet më të rëndësishme të këtij edicioni. Përmes kutisë së Pandorës, një element që shpesh sjell surpriza dhe tension, Selin zbuloi vendimin e publikut, duke i dhënë kështu Mirit biletën drejt finales. Ky çast u shoqërua me emocione të forta, por edhe me një reflektim interesant nga vetë Miri, i cili e quajti situatën një ironi të fatit, pasi emri i tij u lexua pikërisht nga Selin. Finalja tashmë po merr formë, me 3 emra që kanë arritur të fitojnë besimin e publikut: Selina, Mateo dhe Miri. Secili prej tyre përfaqëson një histori të veçantë brenda shtëpisë, duke sjellë karaktere dhe strategji të ndryshme që kanë mbajtur të mbërthyer shikuesit. Megjithatë, gara nuk ka përfunduar ende. Tensioni mbetet i lartë, pasi një vend i fundit në finale është ende i hapur. Brikena dhe Rogerti ndodhen përballë njëri tjetrit në një përballje vendimtare, ku vetëm njëri do të arrijë të vazhdojë rrugëtimin drejt finales, ndërsa tjetri do të largohet nga gara. Ky moment thekson edhe një herë natyrën konkurruese të spektaklit, ku çdo hap mund të jetë i fundit. Në këtë atmosferë dinamike, edhe komentet dhe batutat nga opinionistët shtojnë ngjyrat e spektaklit. Ndërhyrjet e tyre shpesh sjellin një këndvështrim tjetër, duke reflektuar mbi ngjarjet dhe duke i dhënë publikut më shumë për të diskutuar. Në përfundim, rrugëtimi drejt finales së Big Brother VIP Albania është një përzierje emocionesh, surprizash dhe përballjesh të forta. Historia e Mirit dhe momenti i shpalljes së tij si finalist tregojnë se në këtë lojë, fati dhe mbështetja e publikut shpesh ndërthuren në mënyra të papritura, duke krijuar momente që mbeten gjatë në kujtesë.